Me kit falim e shpallin ceremonie te hapur. Сега ја прогласувам церемонија за абсолвенти на отворена. I hereby declare the ceremony to be open. Thank you. Thank you. Phil Menderit. Благодарам. I will keep my comments very brief. Do qem mjaft I shkurtër. They will be translated in Macedonian and Albanian. Përse do ketë përkthim në gjuhën shqipe dhe gjuhën maqedone. Бидам краток, бидејќи ќе има превод на албански и на македонски јазик. This is my second visit here at university and my fourth visit to Macedonia for the past 12 years. Kjo është vizita ime e dytë në universitet dhe vizita e katërt në Maqedoni për 12 vitet e fundit. My father Ова е втора посета тука на универзитетот, а четврта во земјава во последниве 12 години. My father was born and raised in a small village, Laka Vista, about 25 miles from here. And it's always fun to come back and see some of the family, which I didn't appreciate that I had here in Macedonia. Babai im është I lidhur këtu me një fshat të Gostivarit, Lakovic, 25 milje nga këtu. Pra unë gjithashtu ndjej kënaqësi që jam këtu dhe të përshëndes edhe anëtarët e familjes sime. Мојот татко е роден многу близко тука во едно село, Лакавиц во Гостиварско, и навистина се радувам што сум присутен денес тука и што можам исто така да ја посетам и мојата фамилија. While my father had very little education, he was able to speak about 6 or 7 languages. Typical Balkan citizen. And he learned it all on his own. And he attempted to teach his sons some Macedonian, some Indian, some Greek, a few other languages, but we all resisted. I'm sorry. Babai im ishte këtu I edukuar. Mirë po gjithashtu fliste një numër të gjuhëve lokale, siç është diçka tipike për Ballkanin. Edhe pse ai mundohet që gjithë neve djemve të na mësoj gjuhët e Ballkanit, mirë po ne nuk arritëm që të mësojmë për fat të keq. Мојот татко не беше многу образован човек, но зборуваше многу јазици и се трудеше нас да не научи да зборуваме повеќето од јазиците. Навистина ми е жал што не ги совладавме локалните македонски и албански добро. Another connection that I have to Macedonia is I have 10 grandchildren, 5 children, and one of my daughters adopted an Albanian baby. Një lidhje tjetër që më lidh me vendin këtu është se un kam 5 fëmijë dhe 10 nipri dhe mbesa, dhe njëra nga vajzat e mia ka adoptuar një vajzë shqiptare. Оваа земја јас имам 5 деца, 10 внуци и едната моја ќерка има посвоено дете, албанче. She is now 11 years old, and I've learned from my trips to the Balkans that Albanian women are very tall, very beautiful, and very smart. Besa ime tash është 11 vjeçare dhe un kam mësuar nga vizitat e mia që vi këtu se vajza shqiptare, femra shqiptare janë shumë të bukura, të mençura dhe të larta. Мојата внука сега има 11 години и јас од моето искуство тука знам дека жените тука, албанките се високи, паметни и убави. I shouldn't have to tell you that education is very important. It will influence your lives forever. There have been many studies to show that the more education you have, the better your quality of life, the more income you have, and the more your financial estate will become in the future. Nuk jam këtu për t'ju treguar se sa e rëndësishme është arsimimi dhe edukimi juaj, se ju vetëm atë e dini. Mirë po, një edukim më tej dhe më I thelluar gjithsesi se do ta bekatoj jetën tuaj në të ardhmen.
Образованието ќе влијае на вашите животи. Колку повеќе образование ќе имате, толку поквалитетен живот, секако и финансиски одржлив. And probably, more importantly, with education, you can enjoy what you do. You can have fun. Dhe ajo që është më e rëndësishme se bashkë me arsimimin tuaj, pra ju mund të kënaqeni më shumë me jetën dhe të zbaviteni më shumë. Со повеќе образование секако ќе го разубавите животот и ќе уживате во него. So good luck to all of you. I understand that many of you will go on for graduate training and education, as many as 25% of you. I think that's wonderful. There are lots of opportunities. Thank you. Faleminderit, dhe kuptoj se shumë nga ju do të vazhdoni gjithashtu edhe me studimet pas diplomike dhe ju uroj sukses. Gjithë të mira. Се надевам дека повеќето од вас ќе продолжат со последипломски студии и ви посакувам успех во понатамошните студии. Ви благодарам. Dhe një duart të fuqishme për Nobelistin tonë. Faleminderit.